çfarë është sistemi përfaqësik transformues 333, mund të shikoni dhe video në YouTube me Rudina Magjistari që e kam sjell për herë të parë në Shqipëri. Shikojeni deri në fund të atë video. Shikoni një video më parë që shpjegoj çfarë pikërisht është, por është e pamundur që ta shpjegoj. Dhe tani do t'ju them dy fjalë si zhvillohet kjo lloj terapie, metode dhe që ndihmon sistemet familjare, bizneset dhe të gjitha sistemet që të gjenden zgjidhje. Mund të punoj me këtë metodë për një çështje të vogël që nuk di të vendos po ose jo, akoma dhe në çështje shumë të thella që kanë të bëjnë me financat, me dashurinë dhe me problemet shëndetësore dhe me çdo problem që ju shqetëson. Është një metodë që punojmë në individ dhe në grupe dhe ju ftoj të gjithëve së bashku të merrni pjesë në të gjitha këto terapi që të fillojmë së bashku të lirojmë. Është një nga terapitë më të fuqishme që do ndihmoj Shqipërinë dhe shqiptarët dhe Kosovën, se jemi një, dhe të gjithë botën për të liruar nga problemet. Asnjëherë nuk mund të parashikojmë se çfarë do jepet dhe çdo gjë bëhet me frekuenca të larta të tërë grupit që marrin pjesë dhe të gjithë pa përjashtim marrin terapi. Dhe ai që ka temën, dhe ai që hyn në rolin përfaqësik të personit që ka temën, dhe ai që vetëm shikon. Ndaj është metoda më e lehtë, pa dhimbje dhe që mund të ndihmojë të hapësh zemrën dhe të lidhesh me shpirtin tënd dhe të lirosh të gjitha bllokimet. Më dëgjoj deri në fund çfarë pikërisht dhe si mund ta zhvillojmë këtë terapi. Dhe thash, është diçka që mund të përjetohet, nuk mund ta japim dhe asnjëherë se çfarë do ndodhi, sepse energjitë janë të larta dhe gjithmonë del ajo që është për të dalë, por vjerët rregulli në shoqëri, në familje dhe personat që punojnë kanë transformimin e jetës së tyre. Ti je për një transformim në mënyrë të thjeshtë dhe të bukur, duke parë veten tënde ta përfaqësoj një person tjetër dhe ti ta shikosh si teatër dhe në të njëjtën kohë të mos harrosh që çdo gjë që del në dritë dhe përfaqësohet, lirohet dhe shikohet. Si zhvillohet në grup kjo lloj terapie? Në individ janë Playmobil që mund ta shikoni dhe këtë te Rudina Magjistari, kam bërë një shembull të vogël, por ne po flasim si zhvillohet në grup. Antarët e grupit quhen përfaqësues dhe personi, unë që jam, quhet këshilltar sistemik ose facilitator. Po le të qëndrojmë te këshilltari sistemik. Unë marr kërkesën e një personi që ka diçka që e shqetëson. Të gjithë jemi të vendosur në rreth dhe unë si përgjegjëse, si këshilltare e këtij grupi, udhëheq procesin. Në fillim zgjidhen përfaqësuesit në mënyrë intuitive për të përfaqësuar persona në bazë të kërkesës që është dhënë ose një energji, një gjendje që është krijuar. Për shembull, në qoftë se vjen një person që është i smur dhe ka një sëmundje dhe nuk e di, ose një dhimbje që nuk largohet pavarësisht se merr ilaçe, ka bërë gjithë ato përpjekje dhe vjen në një sistem përfaqësik,
duke më thënë temën, unë do vej një person të përfaqësoj atë dhe një person tjetër të përfaqësoj sëmundjen. Do më thënë sëmundja është gjendja. Dhe më mbrapa shikojmë si mund të zhvillohet. Çdo person që jemi si grup, kemi energji të veçantë dhe punojmë ndërmjet dashurisë dhe frekuencat e energjisë rriten. Kërkesat mund të jenë në lidhje me çështje familjare, marrëdhënie dashurie, punë, shëndet, financa, frikra, varësi, emocione e të tjera. Si që dhash një shembull të vogël. Por mund të vijë dhe një person dhe të thotë që unë jam me një person dhe akoma ai nuk thotë që të jetojmë bashkë, të martohemi bashkë, ose kanë shere ndërmjet një çifti, ose kanë probleme shëndeti me një fëmijë, shumë probleme ose probleme në punë. Procesi zhvillohet me besim të plot dhe respekt ndaj personit që paraqit kërkesën, pa gjykim dhe me komunikim shpirtëror. Në Shqipëri, unë vi në Tiranë dhe kemi grupe që kemi filluar që bëjmë sistemin përfaqësik. Asnjë person nga grupi nuk del asnjë gjë çfarë ndodh aty, sepse kjo është rregulli i parë që ve kjo metodë. Gjithçka që ndodh aty, ngelet aty dhe është mirë dhe për çështjen që punohet, që të realizohet, të mos flitet se i humbet ajo rëndësia e energjisë. Gjithashtu për të gjithë ju, sepse e kemi këtë, që keni turp të jeni diku në një punë të mirë, ose kemi turp akoma me njëri tjetrin, sepse akoma rrojmë për të tjerët, e temën që mund të thoni, mund të ma thoni vetëm mua në vesh, dhe ose më parë, ose mund të shkruani, dhe tema zhvillohet në atë mënyrë që asnjë nuk e merr vesh çfarë është problemi. Por puna është që ne jemi një dhe duhet të hapim zemrat e njëri tjetrit. Nuk di më kurrë para praktikisht se çfarë do të ndodhi nëse vëmë një temë. Zgjidhjet dalin natyrshëm dhe butësisht. Ndërmjet përvojës në grup, krijohet një hapësirë e shenjtë, kur secili kupton të vërtetën e vetë të brendshme. Çdo të thotë kjo, që të gjithë personat, si ai që vet temën, si ai që përfaqëson dhe hyn në lojë, në këtë metodë, në terapi, bën terapi dhe në të njëjtën kohë dhe personat që shikojnë. Si kush përfiton nga kjo terapi. Prandaj është shumë e rëndësishme që akoma dhe 1 milion persona të shikojnë një nga terapitë të 1 milion do marrin terapinë. Dhe është shumë e rëndësishme që të jenë grupet të mëdhaja. Çfarë fitojnë ata që marrin pjesë? Zgjedhin edhe ngërçet e tyre personale duke qenë pjesëtar të grupit, akoma dhe duke mos patur asnjë temë. Prandaj ju drejtojmë të gjithë njerëzve që keni nevojë ose keni turpe, ejani të merrni pjesë në një nga këto terapitë që të shikoni zgjidhjen tuaj. Vetëm kur ta shikoni nga afër do kuptoni sa shumë fuqi ka kjo lloj metode. Çfarë tjetër përfitimi do keni? Zhvillojmë shpirtin ton, kuptojmë më thellë lidhjet njerëzore, marrëdhëniet që ishin të bllokuara harmonizohen, përfaqësuesit përjetojnë ndjenja që tregojnë zgjidhjen, domethënë ka persona që hyjnë të luajë rolin dhe qanë papritur kur nuk e kupton pse qanë. Është një terapi magjike që duhet ta përjetoni. Përfaqësuesit përjetojnë ndjenja që tregojnë zgjidhjen. Kur energjia arrin kulmin, ndodh shërimi, fillon rrjedha e dashurisë sërish, çdo njeri merr vendin që i përket, kështu ndodh zgjidhja. Pavarësisht se duket magjike, kjo metodë është e mbështetur dhe nga ana e shkencës nga biologu Robert Sheldrake, i cili prezantoi konceptin e fushave morfike.
Ai thotë se çdo sistem ka një fushë